Vepra pranvera e lotëve mund të quhet edhe rrëfim ngjarje ditar për jetim i jetëve tona të pranishme këtu. Kështu tha në promovimin e librit të autores Teuta Çarkaxhia, recensenti i veprës Angel Berisha. Nuk është libër që bart një peshë si që synë artistike, por janë rrëfime, rrëfenja, apo janë të gjitha vargjet përshpeshme që dalin prej një shpirt të vuajtër. Lufta çlirimtare e Kosovës dhe Gjakovës në përgjithësi është një përjetim plot tragjizëm, lot dhimbje, gjak, plag, pushkatime e masakra. E të gjitha këto i përjetoi Gjakova në pranverën e lotëve, tha redaktori i librit. Vepra pranvera e lotëve 1999 e kësaj autore hyn radhën e veprave me këtë tematik që kanë shkruar edhe autorët e tjerë në formë ditaresh, memoaresh, përjetimesh e të tjera. Por që në fillim me duhet të konstatuar se kjo vepër e kësaj autoreje nuk është as ditar lufte, as memoare e as ndonjë formë tjetër, por është një bashkëparaqitje në formë simbioze e të gjitha këtyre ngjarjeve dhe ndodhive në Gjakovë. Arta Zhubi, si një ndër personazhet e veprës, tha disa fjalë për librin edhe për autoren. Ka shumë rëndësi çdo botim i këtij libri. Tragjedia që e kemi përjetuar, dikush më shumë e dikush më pak, nuk duhet harruar në asnjë mënyrë. Për të vetmen arsye, që ta çmojmë të vetmen dhuratë, që na jepet vetëm një herë, jetën. Ndërsa vetë autoria falenderoi të pranishmit për pjesëmarrjen, për krajen e shtytjen që i dhan për të botuar librin. Jam e vetëdijshme se disa gjëra, madje disa dhe tragjike, nuk janë në faqet e këtij libri. Kjo është bërë sepse nuk kam dashur të them atë që nuk e kam parë, madje as atë që nuk e kam përjetuar. Këtu janë të gjitha përjetimet e mia, fëmijëve të mi, bashkëshortit, prindërve dhe çastet e kaluara në punë me kolegët dhe koleget e mi, në ambulancë dhe në spital. Promovimi i librit Pranvera e lotëve e autores Teuta Çarkaxhia u ndoq me vëmendje nga të pranishmit, sepse shumë prej tyre ishin vetë personazhe të librit.